Takimi ka ardhur si rezultati kërkesës zotit Kurti, drejtuar kryetarit të komunës Mitrovicës, zotit Bedri Hamza. Është në traditën e shqiptarit që mysafirët t'i pres, mos t'i dëboj, për më tepër që, thënë të drejtën, Fidan, një takim i tillë mes kryeministrit atëherë, kur ka pas funksion të plot, dhe kryetarëve të komunave do duhet kishte ndodhur shumë herët. Ju nuk mund ta merrni me mend me çfarë sfidash përballën kryetarët e komunave. Vlorë, e thatë shumë mirë, nuk ka ndodhur, është kryeministri në detyrë. Dhe është, si themi, i tërë takimi, po e them shumë kështu sinqerisht edhe duat heq çfarë do lloj më dyshje dhe e them me informata nga dora e parë, nuk është diskutuar fare as për koalicione, as për probleme dhe sfidat e mëdha që i kemi në nivel qendror.